Të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar në Republikën e Kosovës këtë javë janë në pushime pranverore, ndërka që njëjta nuk vlen edhe për mosimdhënësit, të cilët këto ditë gjenden në shkolla. I pari i arsimit në Gjakov, Hysen Brahimaj, teksa po qëndronte për vizitë në shkollën e mesme të lartë ekonomike Kadri Kusari, është shprehur se mosimdhënësit nuk kanë pushime, por do mbajnë takime të rregullta si dhe trajnime, duke ndarë detaje rreth tyre. Pushimet mosimdhënësit nuk kanë mbledhje sot jemi në shkollën Kadri Kusari, kanë mbledhje takimet e rregullta, kurse një pjesë e mosimdhënësve përmi 210 janë në trajnim sot, 180 janë në kurrikulë dhe 35 janë nga keci në qendrën didaktike. Takimi sot me shkollat e mesme, kanë kërkuar vetëm vaj takime, në mbledhjet e tyre, këta kur i kanë caktuar, është të shoh brengat e tyre, cilat janë brengat e tyre gjatë vitit mësimor, rreth vlerësimit, rreth infrastrukturës, rreth vijimit të nxënësve, tema të ndryshme, po me dëshirë të jem mesin e tyne, të dëgjoj hallet e tyne të përbashkëta. Tutje Brahimaj shtoi se gjatë vizitës ka vërejtur se mosimdhënësit me vullnet po punojnë edhe gjatë këtyre ditëve, ndërsa nëse ndonjë mosimdhënës ka nevojë për pushim, drejtori i institucionit ka kompetenca për këto leje. Jo, te me tani nuk kam informatë që ka pengesë, përkundër se me vullnet e pash klasa ishin gjithë për mosimdhënësit. Me nevojat e veçanta ka kompetencën drejtoresha që t'jep leje kujto që është kompetencë drejtoreshës, absolutisht asnjë problem. Kjo i vlerëson kush ka nevojë diçka, janë të lirë. Nxënësit do t'i kthehen bankave shkollore të martën me datë 14 prill, pas pushimit pranveror, përfshirë festa zyrtare kur kanë pushuar institucionet publike.